1-2-3 Maria bën kafe. Sa të bëj Maria kafen, ne sot tek Olti Curri TV do të flasim për në qoftë se je VIP dhe nuk je divorcuar ende, është e kot, sepse po marrin shumë vëmendje intervistat e VIP-ave të divorcuar. Dhe unë kam bërë një sondazh online, pse VIP-at flasin publikisht për divorcin? Ju njerëzit e thjesht do flisit publikisht për divorcin tuaj dhe pas këtyre, a fshihet një kontratë ekonomike, pra VIP-at fitojnë diçka në para? Sepse po flitet kudo, Princi Leka me Blertën foli tek Arbana, foli Enada Hoxha për divorcin nga Gerti Vaso tek Mira Kazhani, Gerti Vaso foli tek Grida Duma u shkëput në podcastin e saj, nuk foli për gjëra që priteshin, nuk e di pse, po nuk foli onkologjik ku probleme të tjera inceneratore, sepse vjen nga një kaje apo i qasje politike, por hyri edhe Grida në showbiz. Kështu që për këtë do të flasim sot. Sigla, kjo është sigla jon e thjesht për një emision modest YouTube. Pse VIP-at flasin publikisht për divorcin? Unë bëra me një herë një sondazh në faqen time, në Instagram, Olti Curri, dhe pyeta thjesht. Mendoni se flasin për vëmendje, apo mendoni se flasin sepse çlirohen, pra kanë një moment që duan ta ndajnë në publikun, duke qenë personazhe publik, dhe duke folur, ato kanë një zbrazje shpirtërore, kanë një çlirim, por perceptimi publik është ky. Të paktën nga 478.000 ndjekësit e mi. 82% e tyre mendon se VIP-at flasin publikisht për vëmendje, ndërsa vetëm 18% e votuesve votuan dhe mendojnë se VIP-at flasin për divorcin e tyre publikisht, thjesht për të çliruar apo për të ndarë emocionet e tyre që i kanë brenda në shpirt. Atëherë, ne duhet të pyesim pak edhe zotin e online-it, që është ChatGPT. Dhe unë e pyeta, pse VIP-at shqiptar, e ndaj mendjen, shqiptarët vetëm, kërkojnë që në podcaste apo në daljet e tyre publike të flasin për divorcin. Në vendin e parë, ChatGPT-ja thot kontrolli i historisë. Në epokën e portaleve të rrjeteve sociale, nëse ata nuk flasin vetë, dikush tjetër patjetër do të flasë, do ta bëj këtë në emër të VIP-ave. Duke ndarë lajmin në mënyrë të kontrolluar pra në këtë mënyrë. Nëse VIP-i flet vetë, atëherë i jep shumë pak kohë portaleve të cilët ndonjëherë spekulojnë për tituj, që të flasin në emër të tyre. Kështu, për shembull, duke intervistuar vetë imprimis, pra në vetëm e parë personazhi i famshëm që ka kryer divorcin, e ka më të lehtë për të ruajtur imazhin dhe për të dhënë versionin më të afërt sipas dëshirës së tyre për këtë divorc. Në vendin e dytë, ChatGPT thotë se është strategji PR-i për brand personal. Për shumë personazhe